Ka momente në jetë kur besimi yt I plot në dikë bëhet armiku yt më I madh. Kur zemra jote, ajo zemër e pastër dhe e sinqert, bëhet mjeti me të cilin të thyen. Gonxha nuk e dinte këtë. Nuk e dinte sepse nuk kishte mësuar ende se disa njerëz nuk të afrohen sepse të duan, por sepse kanë nevojë për diçka që ti ke. Dhe kur ta marrin atë gjë, zhduken. Si hija e mëngjesit kur del dielli, si premtimi I shiut që nuk bie kurrë. Mos harroni të bëni videon like, subscribe dhe komento. Nëse ke kaluar ndonjëherë nëpër diçka të tillë, nëse e ke ndjerë ndonjëherë atë dhimbje të ftohtë kur kupton se dashuria jote ka qenë vetëm një mjet në duart e dikujt tjetër, komento poshtë këtij videoje dhe më trego, sepse sot historia e Gonxhës do të lërë pa fjalë. Mos shko askund, mos e ndalo videon, sepse fundi I kësaj historie është diçka që shumë pak njerëz e kanë pritur. Gonxha kishte lindur me një zemër të madhe. Kjo nuk është thjesht një mënyrë e bukur për të filluar një histori, është e vërteta e saj më thelbësore. Ata që e njihnin nga afër, të gjithë thoshin të njëjtën gjë. Gonxha është ndryshe. Ajo jep para se të marrë, ajo beson para se të dyshoj. Kishte rritur me nënën e saj në një qytet të vogël, por ëndrat e saj kishin qenë gjithmonë shumë më të mëdha se kufijtë e atij qyteti. Kishte mësuar gjermanisht me kujdes, me orë të tëra studimi pas mesnate, me fjalor të vjetër dhe me video në internet. Kishte punuar me durim, kishte kursuar çdo euro, kishte sakrifikuar fundjavët dhe mbrëmjet e rinjve. Dhe pastaj, një ditë, kishte marrë atë që kishte punuar kaq shumë për të fituar, dokumentat gjermane, leja e qëndrimit, mundësia për një jetë të re. Gjermaninë e donte dhe e urrente njëkohësisht. E donte sepse I kishte dhënë stabilitet, punë, sigurim dhe një të ardhme. E urrente sepse ndonjëherë, veçanërisht gjatë dimrave të gjatë, kur dita zgjaste vetëm disa orë dhe qielli mbetej gjithmonë I ngjyrë plumbi, ndihej vetme në mënyrën më të thellë të fjalës. Jo e vetme si dikush që nuk ka miq, por e vetme si dikush që nuk ka shtëpi, si dikush që rron mes njerëzve, por nuk I takon askujt. Shpesh, vonë natën, kur fabrika ku punonte ishte mbyllur dhe apartamenti I saj I vogël ishte I boshtë dhe I qetë, Gonxha ulej pranë dritares dhe shikonte rrugën e rag nga shiu. Mendonte për Shqipërinë, për erën e detit, për zërin e nënës, për gjuhën shqipe të folur me liri pa u friksuar se dikush nuk do ta kuptojë. Ato ishin momentet kur Gjermaninë e ndjente si një kafaz të bukur, të pastër, të sigurt, por kafaz gjithsesi. Kur erdhi dhera, Gonxha mori vendimin që do ta ndryshonte gjithçka. Vendosi të shkonte në Shqipëri për pushime. Nuk ishte diçka e pazakontë. Çdo vit pothuajse të gjithë emigrantët ktheheshin për disa vit, për të pirë kafen me familjen, për të ecur nëpër rrugët e njohura, për të ngrënë ushqimet e shtëpisë. Dhe pastaj, një ditë, kishte marrë atë që kishte punuar kaq shumë për të fituar: dokumentat gjermane, leja e qëndrimit, mundësia për një jetë të re. Gjermaninë e donte dhe e urrente njëkohësisht. E donte sepse I kishte dhënë stabilitet, punë, sigurim dhe një të ardhme. E urrente sepse ndonjëherë, veçanërisht gjatë dimrave të gjatë, kur dita zgjaste vetëm disa orë dhe qielli mbetej gjithmonë I ngjyrë plumbi, ndihej vetme në mënyrën më të thellë të fjalës. Jo e vetme si dikush që nuk ka miq, por e vetme si dikush që nuk ka shtëpi, si dikush që rron mes njerëzve, por nuk I takon askujt. Shpesh, vonë natën, kur fabrika ku punonte ishte mbyllur dhe apartamenti I saj I vogël ishte I boshtë dhe I qetë, Gonxha ulej pranë dritares dhe shikonte rrugën e rag nga shiu. Mendonte për Shqipërinë, për erën e detit, për zërin e nënës, për gjuhën shqipe të folur me liri pa u friksuar se dikush nuk do ta kuptojë. Ato ishin momentet kur Gjermaninë e ndjente si një kafaz të bukur, të pastër, të sigurt, por kafaz gjithsesi. Përshkruanin si ngrohtësi. Gonxha nuk e konsideronte veten të bukur në mënyrën e zakonshme, por kishte atë gjë të rrallë që nuk mund ta blen askund. Kishte prezencë, kishte ngrohtësi, kishte autenticitet. Dhe pikërisht kjo gjë e rrallë, pikërisht ajo cilësi e vërtetë e saj, do të bëhej mëkëmbja e fatit saj. Kur aeroplani zbriti dhe dyert u hapën, Gonxha ndërmori frymë thellë. Era e Shqipërisë, ajo ere veçante tokës dhe nxehtësisë, dhe diçka e tjetër që nuk mund ta shpjegosh me fjalë, e mbushi mushkrit dhe diçka brenda saj u lirua. U lirua si një nyje e shtrënguar shumë gjatë, si frenimi I frymëmarrjes pa e ditur. Nëna e priti me lot. Jo nga hidhërimi,
por nga ajo lloj gëzimi i thellë që vetëm nënave u vjen natyrshëm kur shohin fëmijën e tyre pasi ka munguar gjatë. E përqafoi fort dhe Gonxha mbeti aty, me fytyrën e shtypur mbi supin e nënës, duke ndjer peshën e muajve të vetmis, duke rrëzohej nga trupi i saj, si ujë. Ditët e para kaluan në shtëpi. Kafeja e mëngjesit, biseda të gjata, të qeshura, të ngrënë bashk. Gonxha ndihej si dikush që ka kaluar shumë kohë duke ecur mbi akull dhe tani ka gjetur tokën e ngrohtë. Çdo gjë dukej më e ngadalshme, më njerëzore. Njerëzit ndaloshin të flisnin me ty rrugës. Fqinjët sillnin kasoleta me byrek. Kjo ishte bota ku kishte rritur, dhe sado imperfektet ishte e saj. Ishte java e dytë kur Gonxha doli me disa shoqe të vjetra. Vajza me të cilat kishte shkuar në shkollë, me të cilat kishte ndarë fëmijërinë dhe adoleshencën. Kishin vendosur të shkonin tek një kafene afër Bregdetit, një nga ato vende të reja që kishin hapur gjatë viteve të fundit, me muzikë të mirë, me dekor të bukur, me atë atmosferë të verës shqiptare që nuk kishte asgjë të krahasueshme. Gonxha kishte veshur një fustan të lehtë me ngjyrë gështenje. Flokët i kishte lirë. Qeshte me shoqet e saj kur, në një moment, ngriu. Jo sepse kishte ndier diçka të keqe, por sepse kishte parë diçka shumë të mirë. Ai qëndronte pak më larg, pranë barit me dy miq të tij. Ishte i gjatë, jo shumë, por mjaftueshëm sa të dallohet. Kishte flokë të errta me pak kaçurrill, shpatulla të gjëra dhe diçka në mënyrën se si qëndronte, me atë relaksim të natyrshëm, me atë siguri pa arrogancë që e bënte të dallohej menjëherë. Kishte buzëqeshur me njërin prej miqve të tij dhe Gonxha, pa dashur, pa planifikuar, pa asnjë qëllim, e kishte para të buzëqeshje dhe kishte ngrirë. Kush është ai? Kishte pyetur me zë të ulët njëra prej shoqeve. A, ai? Olsi quhet. Jeton këtu afër, unë mendoj. E kam parë disa herë. Emri kishte rënë si guri në ujë. Olsi. Gonxha i kishte përsëritur në mendje 2 herë, duke pretenduar se po merrej me kafen e saj. Por pastaj ai e kishte parë. Nuk kishte qenë ajo vëmendje zhurmshme e të rinjve pa edukat, ajo lloj shikimi agresiv që të bën të ndihesh si ekspozit. Kishte qenë diçka ndryshe. Kishte qenë ai lloj shikimi i qetë dhe i drejt për drejt që thotë: "Të kam parë dhe jam i lumtur që të kam parë." Kishte buzëqeshur lehtë, jo me shumë, vetëm mjaftueshëm. Gonxha kishte kthyer syt menjëherë dhe kishte ndjer fytyrën e saj të nxehur. "Ai po të shikon," kishte thënë shoqja me ton jo serioz. "Të lutem," kishte thënë Gonxha, duke treguar sikur nuk i interesonte. Por i interesonte. Zoti e di sa i interesonte. 2 orë më vonë, kur po largoheshin, ai që duke dal nga kafeneja po në të njëjtin moment. Rastësi? Ndoshta, por fati ka mënyrën e vet për të rregulluar gjërat. Ata ishin takuar fytyrë me fytyrë, si 2 njerëz të cilëve ju duhet vetëm 1 sekond për të kuptuar se do të duhet ta zgjatin atë sekond. "Mirë se erdhe," kishte thënë ai, dhe Gonxha kishte qeshur sepse si e dinte ai se kishte ardhur rishtas. "Si e di?" kishte pyetur. "Sepse njerëzit e Gjermanisë kanë diçka tjetër në sy," kishte thënë ai. "Ecin pak më të ngadalshëm kur kthehen, sikur duan ta shijojnë çdo hap." Kishte qenë gjëja më e bukur dhe tani me pasqyrimin e kohës, gjëja më e rrezikshme që dikush i kishte thënë ndonjëherë. Emri i tij ishte Olsi Leka. Kishte 29 vjeç. Punonte si mekanik në një servis automjetesh dhe kishte atë mënyrë bisede me njerëzit që të bën të ndihesh si njeriu më interesant në dhomë. Nuk ishte thjesht sharmi sipërfaqësor i shumë djemve të rinë. Kishte diçka tjetër. Kishte aftësinë për të dëgjuar. Dhe Gonxha, pas muajsh vetmie në Gjermani, kishte një nevojë aq të madhe për dikë që ta dëgjonte, sa mund ta kishte kapur çdo gjë si shpëtim. Por Olsi nuk dukej si shpëtim, dukej si mundësi, dukej si mundësia e rrallë për diçka të vërtetë. Takimet e tyre filluan natyrshëm. Fillimisht kafja me shoqet e përbashkëta, pastaj pasdite të gjata afër Bregdetit, pastaj shëtitje në mbrëmje nëpër bulevardin e qytetit. Olsi ishte i durueshëm, nuk nxitoi, nuk bëri presion. Ky qetësi, kjo mungesë urgjence, i kishte dhënë Gonxhës ndjenjën se po ndërtonte diçka të qëndrueshme, jo një aventurë vere, por diçka me themele. Fliste shumë, tregonte histori të gjata, të detajuara, me humor dhe ngroftësi. Tregonte për fëmijërinë e tij, për miqt, për punën,
pyet të Gonxhen me interes të vërtet. Ose kështu i duke asaj për jetën në Gjermani, për punën, për ëndrat. Gonxha gjatë ato biseda ndihej e parë, jo vetëm fizikisht, por si njeri, si individ me histori, me kompleksitet, me vlerë. Dhe kjo ishte çelësi, sepse Gonxha kishte kaluar shumë muaj duke u ndjerë pa dukshme. Në Gjermani, ajo ishte thjesht dia albanerin, shqiptarja. Në linjën e prodhimit, ishte vetëm numri në nënshkrimit të saj. Në banesat e mëdha të qytetit, ishte thjesht një emër mbi marrëveshjen e qiras, por Olsi e kishte parë dhe kishte thënë me mënyrën e tij të qetë, je dikush e veçantë. Nuk e kishte thënë me fjalë të tilla, nuk kishte qenë aq i drejtë për drejtë, por kishte qenë ai lloj komunikimi i heshtur, ato shikim, ato momente kur shpjegon diçka dhe tjetri dëgjon me të gjithë vëmendjen dhe kjo të thot më shumë se çdo fjalë. 2 javë pas takimit të parë, Olsi e kishte marrë dorën e Gonxhës ndërkohë që po ecnin. Nuk kishte thënë asgjë, thjesht kishte marrë dorën e saj, lehtë dhe natyral, si dikush që ka ndjerë se është koha e duhur. Gonxha kishte ndjerë zemrën duke i rrahur fort, kishte ndjerë nxehtësinë e dorës së tij dhe kishte menduar, për herë të parë pas shumë kohësh, se ndoshta jeta mund të jetë e mirë. Nënës i kishte treguar pas 2 javësh. Nëna kishte dëgjuar me kujdes, kishte bërë pyetjet e zakonshme, nga është, çfarë pune bën, si është familja, dhe pastaj kishte thënë me zë të ulët: Gonxhe, kujdes, ti je shumë e ndjeshme, mos u nxito. Gonxha e kishte kuptuar si kujdesin normal të nënës, nuk e kishte marrë si paralajmërim. Ka gjëra të vogla që ti tregojnë të gjitha, por ne nuk i shohim, ose nuk duam t'i shohim. Zemra jon, kur është e dashuruar, ka aftësinë t'i injoroj shenjat me një aftësi mahnitëse. Është si e kemi ndërtuar kaq mirë muret e besimit, sa që asnjë gjë reale nuk mund ta grisë. Gonxha, duke parë mbrapa sot, sheh shumë gjëra, por atëherë, e verbuar nga ndjenjat e reja dhe nga nevojat e vjetra, nuk i kishte vënë re. Telefoni. Olsi kishte një raport të çuditshëm me telefonin. Ndonjëherë e linte mënjan, pa e shikuar fare. Akt ky që Gonxha e kishte interpretuar si shenjë respekti, si thot, kur jam me ty, jam plotësisht me ty. Por kishte edhe momente, zakonisht vonë, kur Gonxha po bënte diçka tjetër, kur po lahej ose po flinte gjumë, kur telefoni i tij bënte tinguj të shumt dhe ai largohej nga dhoma. Kishte pasur edhe disa herë kur Gonxha kishte parë shprehjen e fytyrës së tij duke ndryshuar, jo shumë, vetëm pak, kur kishte marrë mesazhe. Një tension i vogël rreth syve, një shpejtim i fshehur i shikimit. Pastaj ai kthehej i buzëqeshur dhe gjithçka dukej normale. Kishte pasur momente kur kishte thënë se do të dal pak dhe kishte vonuar shumë. Gjithmonë kishte shpjegim, punë, miq, ndonjë punë e papritur, dhe shpjegimet ishin gjithmonë mjaft besueshme. Mjaft, por jo plotësisht. Por Gonxha kishte zgjedhur të besojë, sepse besimi ndihej mrekullueshëm, sepse dyshimi ishte i ftoftë dhe i shëmtuar dhe i rëndë. Sepse ato momente kur Olsi kishte qenë krejtësisht me të dhe kishte pasur shumë të tilla, kishin qenë aq të plotë, aq të ngrohtë saqë çdo gjë tjetër dukej e parëndësishme. Kishte pasur edhe një gjë tjetër. Një natë, kur ishin ulur në balkon dhe Gonxha kishte treguar për planin e saj të mundshëm, ndoshta të hapte ndonjë gjë të vogël, ndoshta të kthehej pak për punë por të mbante kontaktet. Olsi kishte pyetur pyetje shumë të sakta rreth procedurës së dokumentave. Jo pyetjet e dikujt me interes intelektual, pyetjet e dikujt që dëshiron informacion specifik. Sa kohë zgjat? Çfarë duhet? A mundesh ti mbash pa punuar? A është e mundur të transferohet? Gonxha i kishte kthyer, i kishte shpjeguar me kënaqësinë e dikujt që nderon kurreshtjen e partnerit. Nuk kishte menduar asgjë, por Olsi kishte dëgjuar çdo fjalë. Ishte mbrëmja para largimit të Gonxhës. Kishte mbetur vetëm 3 ditë pushimesh dhe ajo ndihej si dikush që po i afrohet fundit i një libri shumë të dashur. Ajo gjendje e çuditshme, kur dëshiron ta mbarosh por nuk dëshiron që të marrë fund. Olsi e kishte ftuar për darkë. Kishin shkuar në një restorant të vogël afër detit, jo elegant, por autentik, me tryeza druri dhe muzikë të butë dhe erë kripe nga deti. Kishte porositur ushqime të shumta,
dhe kishte ndezur qërinë të vegjël mbi tryezë, megjithse askush nuk i kishte ndezur. Kishte qenë detaj i vogël, ai qërinj i ndezur, ai veprim i kujdesshëm që kishte bërë zemrën e Gonxhes të zmadhohet. Kishin ngrënë ngadalë, kishin biseduar, kishte pasur ato heshtje të rehatshme që vetëm e njerëzit e duhur mund t'i kesh, jo heshtjet e mundimshme, por ato të plota, të nënkuptimta. Pastaj, ndërkohë që deti tingëllonte lehtë pas tyre dhe qielli kishte kthyer atë ngjyrë rozë dhe vjollc të fundmbrëmjes, Olsi kishte shikuar Gonxhen dhe kishte thënë: "Nuk dua të largohesh." 3 fjalë, thjesht 3 fjalë, por Gonxhja kishte ndjerë si të gjithë mushkrit i boshatisin me njëherë. "Duhet të largohem," kishte thënë ajo me zë të ulët. "E di, por do të thotë se dua të jem me ty, edhe kur të largohesh." Kishin kaluar disa sekonda heshtjeje. "Çfarë do të thotë kjo?" kishte pyetur Gonxhja, jo nga luhatja, por sepse donte ta dëgjonte qartë. "Do të thotë që dua të vim bashk, dua të vizitoj, dua të ndërtojmë diçka." Kishte bërë pauzë, ose ndoshta të ndërtojmë diçka edhe këtu fillimisht. Gonxhja i kishte kuptuar, dhe zemra i kishte rrahur kaq fort sa mund ta ndiqte ritmin e saj deri në maj të gishtave. Kishin larguar prej restorantit duke mbajtur duar. Kishin shkuar deri buzdetit dhe kishin qëndruar aty për një kohë të gjatë, duke dëgjuar ujin dhe duke folur rreth mundësive, rreth ëndrave, rreth asaj ëndre të ndërtosh diçka me dikë tjetër. Gonxhja kishte ndjerë, për herë të parë pas shumë kohësh, se jeta kishte kuptim, se muajt e gjatë të vetmisë dhe punës dhe sakrifikës kishin çuar diku, se kishte merituar të gjendet pikrisht aty. Kur u mban, ai e kishte puthur, lehtë, me kujtesë, si dikush që di vlerën e momentit. Gonxhja kishte fjetur atë natë me buzëqeshje. Gjërat u ngritën si zjarr, jo me zjarrin e egër, por me atë zjarr të ngadalshëm dhe të qëndrueshëm të gurit të nxehtë, ai zjarr që të ngroh pa të djegur, ose kështu i dukej. Olsi kishte filluar të fliste shumë shpejt për të ardhmen. Ky ritëm i shpejt, shumë i shpejt, siç e din Gonxhja tani, kishte qenë njëra nga shenjat. Por atëherë, Gonxhja kishte interpretuar çdo gjë si entuziazëm, si pasion, si shenjë serioze. Njerëzit e duhur nuk presin, kishte thënë Olsi një herë. Kur e di, e di. Dhe Gonxhja e kishte njohur atë ndjesi, atë certitudin e të brendshme, atë gjendje kur diçka ndiheje sakt pa pasur nevojë për argumenta. Kishte besuar se ishin njësoj, se ndanin të njëjtën siguri. Propozimi erdhi 5 javë pas takimit të parë. 5 javë, numër ky që të gjithëve rrethinës u dukej si i pamundur, por Gonxhja nuk kishte ndjer alarm, kishte ndjer vetëm atë ngrohtësi të madhe. Olsi kishte organizuar diçka të thjeshtë, jo unaze madhe, jo deklarata dramatike. Thjesht kishin qenë vetëm në balkonin e shtëpisë së tij me kafen para tyre dhe ai kishte thënë: "Do të doja të isha burri yt, do të doja të ndërtojmë një familje, do të doja ti ta dëgjosh këtë dhe të thuash po ose jo, dhe çfarëdo që thua, unë do ta respektoj." Kjo thjeshtësi e kishte thyer, kjo mungesë dramaturgjie, aq e ndryshme nga ato momentet e mëdha të filmave dhe serialeve, kishte qenë aq njerëzore sa që Gonxhja kishte besuar plotësisht. Po, kishte thënë, dhe kishte qeshur, dhe ai kishte qeshur, dhe kishin pirë kafen e tyre ndërkohë që mëngjesi kishte zvendësuar natën dhe bota kishte ndryshuar rreth tyre. Nëna e Gonxhis kishte reaguar me shqetësim. "Shumë shpejt, Gonxhe, je sigurt?" kishte thënë, dhe Gonxhja kishte treguar atë qetësi të sinqertë të njerëzve të dashuruar, atë qetësi që vjen nga besimi i plot dhe duket si zemërgjerësi, por në realitet është cënueshmëri e madhe. Martesa kishte ndodhur brenda 2 muajve, e thjesht, me familje dhe miq të afërt, në një restorant të vogël. Gonxhja kishte veshur një fustan të bardhë jo shumë elaborat dhe kishte qenë e bukur në atë mënyrë të rrallë të njerëzve të lumtur, jo të njerëzve të kujdesshëm. Olsi kishte qenë elegant, i durueshëm, buzëqeshës, kishte mbajtur dorën e saj gjithkohës. Kamerierja e restorantit, duke parë Gonxhen, i kishte thënë me zë të ulët: "I je nusa e lumtur, dukesh." Mbaj mend këtë ndjesi. Gonxha mendoi se ajo po fliste si njeri që do të mbante një kujtim të bukur. Nuk e dinte se ajo e nxiste të mbante mend diçka para se ta humbiste. Hëna e mjaltit e tyre nuk ishte qenë udhëtim larg. Kishin qëndruar në Shqipëri për 2 javë të tjera, pastaj Gonxha duhej të kthehej në Gjermani. Punën nuk mund ta lënte pezull shumë gjatë. Kishin qenë 2 javë të ngrohta, me shëtitje dhe darkë dhe gëzim njerëzor.
por tashmë e kishin statusin e martuar, dhe Olsi kishte filluar procedurën. Dokumentat. Kjo fjalë, kjo procedurë burokratike e ftohtë, kishte zënë vend në çdo bisedë. Olsi pyeste çështje specifike, ç'forma duhet, ku dorëzohet, sa zgjat, kush e kontrollon, a duhen vërtetime shtesë. Gonxha, duke parë mbrapa, sheh se sa I fokusuar kishte qenë vetëm rreth asaj teme specifike, por atëherë kishte interpretuar si kujdes, si seriozitet, si dëshirën e burrit për të planifikuar mirë. Gonxha u kthye në Gjermani vetëm, Olsi mbeti në Shqipëri, kishte punën, kishte detyrimet, do të vinte kur të ishin gati dokumentat. Kjo ndarje e parë kishte qenë e dhimbshme, por e tolerueshme. Gonxha kishte menduar se ishte diçka kalimtare, muaj, jo vite. Gjatë muajve të parë pas martesës, gjërat dukeshin normale. Telefonatat çdo ditë, mesazhe të shumta. Olsi ishte gjithmonë I pranishëm në mënyrë digjitale. I dërgonte foto, I shkruante mesazhe të gjata, her pas here bënte thirrje video. Gonxha kishte ndjerë ndarjen si gjë e zakonshme e emigrantëve, e vështirë, por jo e pazakonshme. Kishte filluar procedurën zyrtare të bashkimit familjar. Kishte mbledhur dokumentat, kishte shkuar te avokatja, kishte paguar tarifat. Kishin kaluar javë. Avokati kishte thënë se gjithçka ishte në rregull, se duhej vetëm kohë. Gonxha kishte punuar, kishte kursyer, kishte planifikuar, kishte imagjinuar, me kënaqësi, me detaje, se si do të ishte jeta e tyre bashk kur të vinte Olsi, cili apartament, cili qytet, cili rend. Tani e kupton se ndërtonte kështjella me rër, dhe Bregdeti ishte shumë afër. Ndryshimi nuk erdhi si shpërthim, erdhi ngadalë, si temperatura e ujit që rritet shkallë. Nëse je brenda nuk e vëren, vetëm kur shumë vonë, kur uji është shumë I nxehtë, e kuptoni se keni rënë. Filluan me gjërat e vogla, telefonatat filluan të bëheshin pak më të rralla. Nuk ishte dramatike, vetëm nga 2 thirrje në ditë u bë 1, nga 1 u bë 5-6 herë në vak. Gonxha e kishte vënë re, por nuk kishte thënë asgjë menjëherë. Kishte menduar se ishte punë, lodhje, gjëra normale. Mesazhet gjithashtu ndryshuan ton. Fillimisht ishin të gjatë, me detaje, me pyetje, me atë energji të ngrohtë. Pastaj u bën të shkurtër. Një fjalishor, do të telefonoj më vonë. Vonë. Punë shumë sot. Gonxha I kthente mesazhet gjata dhe merrte okay si përgjigje. Diçka brenda saj kërcitnonte, si dritare e hershme e diçka e të keqe, por ajo e mbulonte me shpjegime. Ishte lodhur, ishte stresuar. Burrat nuk janë si gratë me komunikimin. Pastaj erdhi nata kur bëri thirrje dhe nuk mori përgjigje. Pastaj SMS, pastaj sërish. 2 orë më vonë Olsi kishte telefonuar duke thënë se kishte fjetur. Kishte qenë vonë, kishte qenë I lodhur. Gonxha kishte besuar, ose kishte zgjedhur të besoj. Por kishte filluar të ndihej diçka. Ai lloj shqetësimi I brendshëm që nuk ka emër të qartë. Ajo ndjesi si gjëmb I vogël nën lëkurë, I padukshëm por gjithmonë I ndjeshëm. Kishte pasur edhe diçka tjetër. Një herë gjatë thirrjes video, kishte parë Olsin duke u larguar menjëherë kur dikush kishte hyrë në dhomë. Kishte thënë se ishte vëllai I tij, por Gonxha kishte parë, vetëm për sekond, se ai kishte kthyer shpinën kamerave me një shpejtësi shumë të madhe. Shumë të madhe. Ajo shpejtësi e njerëzve që fshehin diçka. Kishte pyetur me zë të butë. Kush ishte? Vëllai, çfarë do të jetë? Toni I tij kishte qenë I mërzitur, jo shumë, vetëm pak, por mjaftueshëm për ta mbyllur Gonxhën, sepse ajo kishte frikë nga imazhi I saj si grua gjelake, kishte frikë nga stereotipi, dhe kjo frikë kishte bërë ta gëlltiste dyshimin. Ishte kaluar gati 3 muaj pas martesës kur Gonxha mori thirrjen e Ariancës. Arianca ishte vajza e kushërires së Gonxhës, një farë lidhje farefisnore e largët, por me çdo ndryshim kishin qenë afër, kishin biseduar, kishin ndarë konfidenca. Arianca jetonte ende në qytetin e lindjes dhe dinte gjithçka, e gjithkush. Gonxha, kishte filluar Arianca me atë ton specifik, ai toni ngadalt, I kujdesshëm I dikujt që po mendon mirë fjalit. Si e? Mirë, çka? Heshtje. Pak shumë e gjatë. Ke folur me Olsin sot? Jo ende. Pse? Heshtje tjetër. Gonxha kishte ndjerë ngrirje. Jo të ftohtit, por të asaj llojes tjetër, asaj ngrirje e të brendshme kur trupi juaj e di gjëra para se mendja t'i kuptoj. Gonxha,
Ke dëgjuar ndonjëherë për një vajzë që quhet Blerina? Jo, kush është? Arianka kishte marrë frym. Kishte mundur ta ndjeste frymarrjen edhe nëpër telefon. Kishte qenë frymarrja e dikujt që po mbledh kurajon. Ajo është dikush që e njeh Olsin, prej kohësh, shumë mirë. Gonxhia kishte qëndruar e heshtur. Samir kishte pyetur edhe pse kishte ditur. Gonxhe, besoj se duhet ta dish, sepse është drejt jotja ta dish. Ata kanë qenë së bashku edhe para jush, dhe unë dëgjova, nuk dua ta them fjalën nëse nuk jam e sigurt, por kam dëgjuar nga 2 njerëz të ndryshëm se ata janë ende bashk. Dhoma kishte rrotulluar menjëherë, ose kështu i kishte dukur Gonxhes. Dhoma kishte rrotulluar sikur dikush kishte kthyer gravitacionin. Kishte dashur të ulej, por kishte qenë tashmë e ulur. Kishte dashur të thërriste, por asnjë tingull nuk kishte dal nga goja. Je e sigurt? Kishte pyetur me zë krejt tjetër. Jo me 100%, por Gonxhe, kam dëgjuar prej 2 njerëzve, dhe njëri nga ata, njëri ishte i qartë. Pas telefonës kishte mbetur ulur aty, me telefon në dorë, duke shikuar murin. Kishte qenë ora 8 e mbrëmjes dhe apartamenti kishte qenë krejt i heshtur, dhe ajo kishte ndjerë se ajri brenda dhomës kishte ndryshuar densitet. Kishte bërë sikur ishte shumë i rënd për të frymarrë. Gonxhia nuk ishte nga ato njerëzit që reagojnë menjëherë. Ishte nga ata që procesojnë gjëra brenda, që e mbledhin dhimbjen si ujë në tenxhere dhe e mbajnë derisa bulon. Ata ditët pas telefonës me Ariancën, ajo nuk kishte thënë asgjë. Jo Olsit, jo nënës, jo askujt. Kishte vepruar normale, kishte telefonuar Olsin si çdo ditë, kishte folur me të si zakonisht, kishte qeshur kur ishte dashur të qeshte, por brenda kishte ndezur diçka, një lloj ftohtësie e qetë, ajo lloj qartësie të ftohtë që vjen vetëm kur dhimbja është shumë e madhe për të shprehur menjëherë. Kishte filluar të vrej gjëra, me kujdes, pa u dukur, pa bërë pyetje direkte. Kishte shikuar profilin e Olsit në rrjete sociale me vëmendje tjetër, jo me sytë e gruas së dashuruar, por me sytë e dikujt që kërkon fakte. Kishte parë fotot, kishte lexuar komentet, kishte vënë re një emër specifik, Blerina, që shfaqej her pas here, me tone neutrale por të pranishme. Kishte shkuar më thellë, kishte gjedhur profilin e Blerinës, një vajzë e bukur me flokë të gjatë bjonde, me buzëqeshje të hapur. Nuk ishte asgjë evidente, asnjë foto me Olsin, asnjë tregues i qartë, por kishte pasur diçka. Ato lidhje të fshehura të rrjeteve sociale, ata miq të përbashkët, ato like të dhëna historikisht, ato komente të vjetra që Gonxhia i gjeti duke gërmuar thellë, që kishin treguar se këta 2 njerëz kishin qenë shumë të afërt dikur. Por dikur nuk provonte asgjë. Kishte telefonuar Ariancën sërish. Kush ishin ata njerëz që të thanë? Arianca kishte hezituar. Nuk dua t'i përzjej, por njëri ishte dikush që punon afër familjes së Olsit. Kishte thënë se Blerina dhe Olsi nuk janë ndarë vërtet kurrë, se ndarja e tyre ka qenë për syrin e botës. Gonxhia nëste pyetur, a di nëse kanë plane të vinë jashtë? Heshtje e gjatë. Gonxhe, ky është pikërisht ajo që dëgjova. Dëgjova se Blerina dëshiron të shkojë jashtë, se ata kanë plan. Ato fjalë kishin rënë si gur në ujë, dhe rrethet e atij guri kishin zgjeruar, derisa kishin mbuluar çdo gjë tjetër. Gonxhia ishte ulur dhe kishte menduar. Kishte menduar gjatë me qetësi të ftohtë, si dikush që i janë dhënë copat e një puzzle-i dhe po mundohet t'i vendos. Pastaj, copat kishin filluar të binin në vend. Pyetjet shumë specifike rreth dokumentave, interesimi i tepruar për procedurat, shpejtësia e propozimit, vizitat e shpeshta në qytetin ku kishte punuar Gonxhia para se të largohej, vizita për të cilat Olsi kishte bërë shpjegime të ndryshme. Ato momente kur largohej me telefon, ajo shpejtësi kur dikush kishte hyrë gjatë thirrjes video, çdo gjë kishte filluar të ketë kuptim tjetër. Dhe ai kuptim i ri kishte qenë aq i dhimbshëm sa Gonxhia kishte dalë në balkon, kishte mbajtur anën e hekurit fort me të dyja duart dhe kishte marrë frym ngadalë, shumë ngadalë, duke luftuar me gjithë forcën e saj kundër asaj vale së madhe të dhimbjes dhe zemërimit dhe turpit që po vinte. Kaluan edhe 2 javë.
Gonxha kishte grumbulluar informacion. Kishte folur me Ariancën sërish. Kishte gjetur edhe një burim, një farë Mirusha, e njohur e largët, që kishte konfirmuar të njëjtën gjë me fjalë shumë të qarta. Olsi dhe Blerina nuk janë ndarë kurrë. Ata kishin plan. Olsi duhej të martohej me dikë me dokumente gjermane dhe pastaj të merrte Blerinën atje me vete. Gonxha kishte dëgjuar ato fjalë dhe nuk kishte qarë. Kishte ndjerë vetëm atë ngrirje, si ta kishin hedhur ujë të ftohtë mbi zjarrin e brendshëm dhe zjarri nuk ishte shuajtur, por kishte ndryshuar formë. Nga flak ishte bërë gjendje. Pastaj kishte thirrur Olsin. Kishte pritur derisa të kishte zë normal, derisa të kishte kontroll mbi tonin e saj. Kishte folur disa minuta rreth gjërave të zakonshme, punën, kohën, procedurat. Pastaj me qetësi absolute, pa bërë zhurmë emocionesh, kishte thënë: Olsi, dua të bëj një pyetje dhe dua përgjigje të sinqertë. Pyes. Kush është Blerina? Heshtje. Jo heshtja e dikujt që po mendon, heshtja e dikujt që i është kapur. Blerina? Një shoqe e vjetër, pse? Shoqe e vjetër apo diçka tjetër? Ton pak të ndryshuar. Çfarë do të thotë kjo? Nga ke dëgjuar këtë? Gonxha ishte vënë re me një herë. Ai nuk kishte pyetur kush është Blerina, si dikush që nuk kupton. Kishte pyetur nga ke dëgjuar, si dikush që tashmë di çfarë ka dëgjuar. Ky ishte gabimi i tij i parë i qartë. Nga kam dëgjuar nuk është e rëndësishme, kishte thënë Gonxha. E rëndësishme është nëse është e vërtetë. Njerëzit flasin shumë, ti beson çdo gjë. Nuk të pyeta nëse njerëzit flasin, të pyeta nëse është e vërtetë. Pauzë tjetër. Pastaj Olsi kishte ndruar taktik. Kishte bërë atë gjë që bëjnë njerëzit kur janë kapur dhe nuk kanë shpjegim. Kishte kaluar në mëri. Nuk mund të besoj se po bëhesh kështu mbi bazë të thashethemeve. Kjo është qesharake. Por Gonxha nuk kishte lënë veten të tërhiqej nga ai lloj sulmi emocional. Olsi, nëse nuk është e vërtetë, thuam nuk është e vërtetë dhe unë do ta besoj. Thjesht thuajmë. Heshtja e gjatë kishin dhënë gjithë përgjigjen e nevojshme. Gjërat janë të ndërlikuara, kishte thënë ai me zë shumë të ndryshëm, jo më rizitur, por lodhur. Lodhur si dikush i zënë. Sa të ndërlikuara? Kishim histori, Blerina dhe unë, por kjo nuk ndikon tek ne. Nuk ndikon? A jeni ende bashk? Jo në mënyrë formale. Ato 3 fjalë, jo në mënyrë formale, kishin qenë Chelsea. Ishin fjalët e dikujt që nuk mohon thelbin, por justifikon formën. Ishin fjalët e dikujt që nuk ka guximin të gënjej plotësisht, por nuk ka as guximin të thotë të vërtetën. Gonxha kishte mbyllur telefonin pa bërë asnjë zhurmë emocionale. Kishte vënë aparatin mbi tryezë, kishte shikuar tavanin dhe pastaj kishte bërë diçka që nuk e kishte pritur as vet. Kishte qeshur. Jo qeshja e lumturisë, qeshja e asaj lloji kur dhimbja është aq e madhe sa kalon pragjet normale dhe del si gjëja e kundërt. Ditët pas atij konfrontimi nuk kishin qenë dramatike në mënyrën e zakonshme. Nuk kishte pasur sherr i madh, nuk kishte pasur thjerrje e gjatë me lot dhe të bërtiturit. Kishte pasur diçka shumë më të vështirë. Heshtje. Olsi kishte thirrur disa herë, kishte dërguar mesazhe ku kërkonte të fliste. Gonxha nuk kishte ju përgjigjur. Jo nga inati, por sepse nuk kishte ditur çfarë të thoshte, sepse fjala nuk kishte mundur ta kapte atë lloj dhimbjeje. Nëna e kishte kuptuar para se Gonxha të tregoj. Nënat e kuptojnë shumë gjëra para kohe, jo me mendje, por me atë instinkt të fshehur të dashurisë. Çfarë ka ndodhur? Kishte pyetur. Dhe Gonxha, duke ndjekur atë çast të parë kur i kishte treguar nënës, kur kishte thënë fjalët me zë të lartë, u martua me mua vetëm për dokumentat, kishte një tjetër. Kishte ndjerë si bota reale të bëhej edhe më e rëndë, sepse ndërkohë që gjërat mbeten brenda mendjes, ka ende një iluzion kontrolli. Por kur i thua me zë, bëhen reale në mënyrë tjetër. Nëna kishte qanë, Gonxha jo, nuk kishte mundur të qajë atë ditë. Kishte qenë si dikush me plagë shumë të thellë, ku gjaku nuk del me njëherë. Ditët e para pas kësaj kishin kaluar si në mjegull. Gonxha shkonte në punë, kthehej, hante diçka ose nuk hante, ulej, shikonte dritaren. Nuk kishte qenë paralize plot, trupi vazhdonte të funksiononte.
Kishte lar enët, kishte bler ushqim, kishte paguar qiran. Por brenda, diçka ishte shuar. Kishin qenë ato momentet e mbrëmjes që ishin më të vështira, kur puna mbaronte dhe dhoma bëhej e qetë dhe mendja nuk kishte asgjë me çfarë të merrej. Atëherë vinin imazhet, nuk fotografitë e keqe, por të mirat. Puthja e parë te deti, qiriu i ndezur mbi tryez, mëngjesi kur kishte rënë shi dhe ata kishin qëndruar brenda duke dëgjuar ujin mbi çati. Ato momente të vogla, ato gjeste të vëmendshme, ato biseda që kishin ndjerë si ndërtimi diçkaje, të gjitha ato kishte kuptuar tashmë se ishin aksione aktori, jo ndjenja reale. Dhe kjo, jo tradhtia në vetvete, por kuptimi se të gjitha ato momente kishte qenë akt, kishte qenë ajo gjë që kishte thyer diçka thellë brenda Gonxhies. Sepse si mbrohesh nga dëshirat e tua, si mbrohesh nga të gjitha ato ndjenja që kishe ndjerë. A ishin ato ndjenja false? Jo, ato ndjenja kishte ndjerë Gonxhia dhe ato kishte qenë të vërteta. Por çfarë vlen dashuria një anshme? Çfarë vlen kur ti e ndjen tërë zemrën dhe tjetri numëron ditët derisa të nxjerrë atë çfarë ka nevojë? Nuk kalon shumë kohë para se e vërteta të plotësohet plot. Fillimisht vijnë copat, pastaj të gjitha bashk, si lëvizje e fundit e puzlit, kur vendos copën e fundit dhe sheh figurën e tërë. Arianca kishte ardhur edhe një herë me informacion. Kishte folur me dikë shumë afër familjes së Olsit, jo nga qënimi keqdashës, por sepse lajmi kishte qarkulluar dhe njerëzit flasin. Plani kishte qenë i qartë dhe i ftohtë. Olsi dhe Blerina kishin qenë bashk prej vitesh. Blerina dëshironte të largohej jashtë, kishte familje atje, kishte ëndra për një jetë tjetër, por procesi i dokumentave ishte i gjatë dhe i vështirë. Olsi dhe Blerina kishin menduar gjatë, kishin parë zgjidhje. Zgjidhja kishte qenë Gonxhia. Jo Gonxhia si njeri, por Gonxhia si burim, si mjet, si ura mbi të cilën do të kalonin. Plani kishte qenë i tillë. Olsi do të martohej me Gonxhën, do të merrte dokumentat evropiane, do të shkonte në Gjermani. Pasi të qëndronte mjaftueshëm, pasi të kishte statusin e siguruar, do të gjente mënyrën për të sjellë edhe Blerinën. Martesa me Gonxhën kishte qenë gjithmonë e destinuar të ishte kalimtare, një hap, jo destinacion. Gonxhia kishte qenë llogarisur në planetin e tyre si element i nevojshëm dhe jo si njeri me zemër. Kur Arianca i kishte treguar këto, Gonxhia kishte qenë e ulur në kuzhinën e vogël të apartamentit saj gjerman. Jashtë kishte rënë shi i lehtë dhe trafiku kishte dëgjuar i largët. Kishte qenë mbrëmje. Kishte pasur çaj të ftohtë para saj, e kishte bërë dhe kishte harruar ta pi. Kishte dëgjuar gjithçka pa ndërprerë. Pastaj kishte thënë, e kuptoj. 2 fjalë. E kuptoj. Jo, nuk e besoj, ose është e pamundur, ose si munden. Thjesht e kuptoj. Sepse e kishte kuptuar, sepse shumë gjëra, me atë informacion, kishin marrë kuptim të ri. Çdo pyetje për dokumentat, çdo interesim i tepruar për procedurat, çdo ngutje me martesën, çdo gjë. Kishte mbaruar thirrjen, kishte hedhur çajin e ftohtë, kishte shkuar në dhomën e gjumit, kishte shtrirë mbi shtrat me rrobat veshur dhe kishte parë tavanin gjatë, shumë gjatë, derisa qielli jashtë kishte filluar të zbardhet. Nuk ishte fjetur as pak atë natë. Depresioni nuk vjen si shpërthim, vjen si tide, ngadalë, pa dukshëm, derisa kuptoni se jeni thellë dhe nuk ju kujtohet si keni hyrë. Gonxhia nuk e kishte quajtur depresion me njëherë, kishte menduar se ishte thjesht trishtim i zakonshëm, ajo periudhë normale kur jeta duket e zymt pas një zhgënjimi. Kishte menduar se do të kaloj, javë, ndoshta muaj, por do të kaloj. Nuk kishte kaluar. Mëngjeset kishin bërë të vështira, zgjohej dhe kishte ato sekonda, vetëm sekonda, para se mendja të riaktivizohesh i plotësisht, kur nuk dinte asgjë keq. Pastaj si val, vinte kujtimi, dhe me kujtimin vinte peshe, ajo peshe madhe e padukshme e rëndë si gur mbi gjoks, që e bënte edhe vetë faktin e ngritjes nga shtrati si arritje. Kishte vijuar të punonte. Kjo kishte qenë e vetmja gjë. Punën e kishte bërë nga inercia, nga i instinkti njerëzve që e kanë mësuar disiplinën si mënyrë mbijetese. Por kolegët e kishin vënë re ndryshimin. Gonxhe, je mirë? Kishin pyetur disa. Ajo kishte thënë po, thjesht e lodhur, dhe kishte kthyer buzëqeshjen e duhur, atë buzëqeshje e cila nuk arrin syve.
ushqimi kishte bërë problem. Ndonjëherë hante shumë, jo nga uria, por nga jo ndjesia e zbraztis brenda që duhet të mbushet me diçka, edhe pse asgjë nuk mbush vërtet. Ditë të tjera nuk kishte mundur të hante as pak. Goja mbushej dhe gjërat nuk shkonin dot poshtë, sikur trupi kishte refuzuar të pranojë nourishment. Gjumi kishte bërë kaos, ose fjetur shumë, orë të tëra gjumë pa ëndër, gjumi rënd si narkoz, ose nuk kishte mundur të flinte as pak. Ditët ku nuk kishte fjetur, kishte shtrirë me sy të hapur dhe kishte dëgjuar heshtisinë e apartamentit dhe kishte menduar gjëra të errta. Jo gjëra konkrete, por ajo lloj errësire që s'ka formë, ajo ndjesi se e ardhmja nuk ka asgjë brenda, bosh si dhomë zbrazur. Shoqet e saj gjermane, pak, por ekzistonin, kishën tentuar ta ftojnë. Dil pak, ndryshoje ajrin. Gonxha kishte refuzuar me elegancë. Javën tjetër, premtoi. Por javën tjetër kishte ardhur e kishte sjell të njëjtën mungesë dëshire, të njëjtën peshë. Nëna i telefononte çdo ditë. Nëna e kishte kuptuar edhe pa fjalë. Kishte kuptuar nga zëri i saj, nga ato heshtite shkurtra, nga mënyra se si Gonxha nuk kishte asgjë për të treguar. Eja këtu pak, kishte thënë nëna, ndryshoje ambientin. Por Gonxha nuk kishte dashur të kthehej. Shqipëria kishte qenë vendi ku kishte takuar Olsin, ku kishin ecur, ku kishte besuar. Ideja e kthimit kishte ndjerë si kthim në skenën e aksidentit. Kishte pasur një natë, rreth 2 muaj pas kuptimit të plot të së vërtetës, kur Gonxha kishte qenë më e keqe se çdo herë. Kishte qenë e shtrirë në shtrat dhe kishte menduar çfarë ka mbetur. Jo nga kuptimi dramatik, por nga ai kuptimi i thellë i njeriut të lodhur, ai moment kur pyetja vjen pa forcë, si balonja e shpuar. Çfarë ka mbetur? Punë, dhomë, vetmi dhe asgjë e re në horizont. Kishte kapur telefonin, kishte hapur kontaktet, kishte gjetur numrin e nënës dhe kishte fill shtypur thirrjen. Pastaj kishte ndalur dhe kishte vënë telefonin më njanë. Nuk kishte dashur të shqetësoj nënën vonë, nuk kishte dashur t'i tregoj se sa keq ishte. Kishte qëndruar e vetme me atë natë të gjatë. Dhe të nesërmën kishte ngritur dhe kishte shkuar në punë, sepse ç'tjetër nuk të bënte. Olsi nuk kishte heshtur, kishte qenë prezent, jo çdo ditë, por mjaftueshëm, thirrje që Gonxha i refuzonte, mesazhe ku mundohej të shpjegonte. Gjërat nuk janë si i ke menduar, ka keq kuptime, jep mundësinë të flas, dëgjo më një herë. Gonxha i kishte lexuar disa prej tyre dhe kishte ndjerë kombinimin e çuditshëm të dy gjërave të kundërta, zemërim të madh dhe dëshirë të vogël. Dëshirë, jo për Olsin si person, jo tani që e dinte të vërtetën, por dëshirë për atë iluzionin, dëshirë për atë ndjenjën e fillimit, kur kishte besuar, kur çdo gjë kishte qenë e mundshme. Njeriu kur dashuron, nuk dashuron vetëm personin, dashuron edhe versionin e tij saj kur ato janë me atë person. Gonxha kishte dashuruar Gonxhën që besonte, dhe tani ajo Gonxhe nuk ekzistonte. Kishte qenë një herë kur Olsi kishte firrur papritur dhe Gonxha, nga inercia, kishte marrë pa menduar. Kishte qenë vonë dhe ishte zgjuar nga gjumi i rënd dhe kishte marrë pa parë se kush ishte. Gonxhe? Zëri i tij kishte qenë i butë. Ajo kishte heshtur. Dëgjoj, unë e kuptoj nëse je e zemëruar, por dua të shpjegoj. Nuk ka të shpjegohet. Kishte qenë e qetë. Kjo qetësi kishte qenë surprizë edhe për veten e saj. Blerina dhe unë, Olsi, kishte ndërhyrë me zë të ulët por të prerë. Nuk jam e interesuar për shpjegimin. E di çfarë ndodhi. E di pse u martove me mua. E di planin. Heshtje nga ana e di. E di çfarë isha unë në planin tuaj. Kishte bërë pauzë. Isha mjeti. Nuk ishte mos. Thjesht mos. Kam nevojë vetëm për një gjë nga ti. Dhe ajo gjë është të mos ma telefonosh. Kaq. Kishte mbyllur telefonin. Kishte qenë ai momenti kur Gonxha t'ishte ndjerë për herë të parë diçka tjetër mes dhimbjes, diçka shumë të vogël, si farza e parë e një bime, ndjenjen se kishte ruajtur dinjitetin. Nuk kishte qarë, nuk kishte thirrur, nuk kishte lutur. Kishte thënë të vërtetën me qetësi
dhe kishte prerë. Kishte qenë e vogël ajo gjë, shumë e vogël, por kishte ekzistuar. Ka lloje të ndryshme dhimbjeje. Ka dhimbjen e madhe e cila është katastrofike dhe e dukshme dhe gjithkush e sheh. Por pastaj ka dhimbjet e vogla. Ato thikat e imta që nuk të vrasin me goditje të madhe, por me mira pickime të vogla. Gonxha njihte shumë mirë thikat e vogla. Ishte kur kalonte pran vitrinave të dyqaneve dhe shihte çifte, dorë në dorë, duke qeshur mbi diçka, duke ecur me atë lirshmëri të njerëzve të lumpur, dhe ndjente atë grip të brendshëm, ai lloj spazëm i zemrës që nuk zgjat shumë, por është real. Ishte kur hapa telefonin dhe shihte reklamat për destinacione pushimesh, plazhe, diell, pem palma, dhe mendonte se viti tjetër i Gjerman ka qenë i gjatë dhe i ftohtë, dhe kishte menduar se verën do ta shijonte ndryshe me dikë. Ishte kur kolegja kishte sjellë ëmbëlsira sepse kishte 5 vjetorin e martesës dhe të gjithë kishin gëzuar, dhe Gonxha kishte gëzuar bashkë me ta me gjithë zemër, por kur kishte kthyer pas kishtet pasqyrën e banjës, kishte parë sy që kishin diçka të çuditshme brenda. Ishte edhe kur kishte gjetur rastësisht, duke pastruar, 2 fotografi nga dasma. I kishte pasur hedhur në sirtarin e sipërm dhe i kishte harruar. I kishte parë dhe kishte qëndruar aty, me fotot në duar, duke parë fytyrën e vetë të asaj dite, atë buzëqeshje të plot, atë lumturi pa rezervë, dhe kishte ndjerë diçka që nuk kishte emër të saktë. Dhimbje? Po, por edhe diçka tjetër. Pikëllim për versionin e saj të atëhershme, atë Gonxhe të lumtur e të verbuar. Kishte dashur t'i thoshte asaj nuseje në foto, dil nga aty, ik. Por koha nuk punon kështu. Kishte vënë fotot mbrapsht në sirtar dhe kishte mbyllur sirtarin. Muajt kaluan dhe Gonxha u mbyll gjithnjë më shumë. Jo plotësisht, nuk ishte shtëpiake, nuk kishte ndaluar të dilte fare, por kishte ngritur mure të padukshme rreth vetes, ato mure që njerëzit e dëmtuar i ngren pa i vënë re. Njerëzit e shtatit shqiptar në qytetin e saj kishin filluar të vënë re. Gonxha nuk vjen më si parë, ka ndryshuar. Disa kishin pyetur direkt. Ajo kishte dhënë përgjigje të shkurtëra, punë shumë, e lodhur, gjëra. Por e vërteta kishte dalë, siç del gjithmonë, pavarësisht nëse dëshiron apo jo. Dikush kishte dëgjuar nga dikush tjetër, dhe ai tjetri nga tjetri, dhe shpejt shumica e njohurve dinin në rrëfimin bazë. Gonxha ishte martuar dhe burri kishte qenë me tjetrën, kishte planifikuar gjithçka, kishte përdorur dokumentat. Disa kishin reaguar me simpati. Disa kishte pasur atë mentalitet fatkeq të gjakut keq, si nuk pa, si nuk kuptoj. Ata komente që godasin viktimat 2 herë, një herë me fajin dhe një herë tjetër me turpin. Gonxha kishte dëgjuar se disa kishin thënë gjëra të tilla dhe kishte ndier atë lloj zhgënjimi të thellë ndaj njerëzimit, jo të papritur, sepse njerëzimi është i tillë, por të dhimbshëm gjithsesi. Nëna kishte filluar ta shtyjë me butësi drejt psikologut. Ka njerëz profesionist që ndihmojnë Gonxhe. Gonxha kishte rezistuar fillimisht, jo sepse mendonte se ishte dobësi, kishte kaluar atë fazë mendimi, por sepse nuk kishte energji, sepse ideja e tregimit të gjithçkaje sërisht, e ri dekonstruktimit të gjithë asaj plage, kishte ndjerë si hapur plagën dhe shikuar brenda. Por kishte ardhur ajo ditë, rreth 4 muaj pas shembjes, kur Gonxha kishte qëndruar para pasqyrës dhe nuk kishte njohur veten, jo fizikisht. Fizikisht mund të ndryshosh pak, humbet pesh, fytyra thahet, syt bëhen pak më të mëdhenj dhe pak më të zbrazët, por kishte diçka tjetër. Kishte parë sytë e saj dhe nuk kishte gjetur atë gjë që ishte gjithmonë aty, atë ngrohtësi, atë kureshtje të jetës, atë gjendje bazike të dikujt të gjallë. Ishte humbur diku. Dhe ky kuptim, kishte qenë momenti kur Gonxha kishte vendosur. E nesërmja kishte qenë e enjte. Gonxha kishte zgjuar herë shumë herë se zakonisht, kur drita akoma nuk ishte hyrë plotësisht nëpër perdet e holla. Kishte shtrirë për disa minuta dhe kishte dëgjuar tingullin e qytetit, makinat e para, zërat e largta, tingëllima e ciklizmit, dhe pastaj kishte ngritur. Kishte pirë kafe, kishte hapur kompjuterin, kishte kërkuar numrin e psikologut që i kishte rekomanduar nëna, një grua shqiptare që punonte me emigant, me njerëz që kishim histori të ndërlikuara. Kishte thirrur dhe kishte rezervuar takimin. Ky veprim i vogël, ky thirrje e vetme, kishte pasur efekt të çuditshëm, jo mrekullinë e çastit, por diçka më subtile.
Kishte ndjerë se kishte bërë diçka për veten. Për herë të parë pas shumë kohësh, kishte bërë diçka jo nga inercia ose detyrimi, por nga zgjedhja aktive e vetkujdesit. Kishte kthyer telefonin, kishte shikuar dritaren ku dita kishte filluar të ndriçohej dhe kishte menduar, jo me optimizëm të madh, jo me ato ndjenja filmike të ringritjes, thjesht kishte menduar me qetësi. Mund të provohet. Psikologja quhej Mirela. Ishte grua rreth të 50-tave, me flokë të shkurtër gri dhe sy të kafe të qetë, të ngjashëm me sytë e dikujt që ka dëgjuar shumë histori pa u habitur nga asnjë. Zyra e saj ishte e vogël dhe e ngrohtë, me libra shumë, me dritat e buta, me atë qetësi karakteristike e vendeve ku njerëzit vinë për të thënë gjëra që nuk i thon askund tjetër. Seancat e para kishin qenë të vështira, jo sepse Mirela kishte bërë gjëra të vështira, por sepse dekonstruktimi i një dhimbjeje të fortë ndikon si hapja e kasafortës. Kur e hap, gjithçka del menjëherë dhe disa gjëra brenda kanë presion. Gonxha kishte folur, kishte treguar, gjithçka, nga fillimi, me detaje. Kishte qarë në përrëfim, jo me hidhërim dramatik, por me ato lot të qetë dhe të thellë të dikujt që ka mbajtur shumë gjatë. Mirela kishte dëgjuar, nuk kishte nxituar, nuk kishte dhënë këshilla për akohe. Kishte bërë pyetje të kujdesshme, jo ato pyetje gjyqësore, por ato pyetjet e buta që të ndihmojnë të shikosh veten. Si ishte Gonxha para Olsit? Kishte pyetur një herë. Gonxha kishte menduar. E fortë, mendoi, e punëtore, e vetmuar, por jo e thyer. A mendon se Olsi e theu Gonxhën apo Gonxha kishte nevojë për diçka dhe e gjeti atë tek Olsi? Pyetja kishte goditur si goditja e qetë. Gonxha kishte qëndruar me të, jo nga mbrojtja, por sepse kishte merituar reflektim serioz. Kishte kuptuar, gradualisht në për seanca, në për javë, se vetmia e saj kishte qenë aq e thellë, aq e gjatë, sa që kur Olsi kishte ardhur dhe kishte ofruar ngrohtësi dhe vëmendje, ajo kishte pirë si tokë e thatë që pi shiun e parë. Pa filtruar, pa testuar. Kishte pirë tëra me besim të plot, sepse kaq kishte nevojë. Kjo nuk e bënte viktim naive, por e bënte njeri të kuptueshëm dhe human. Dhe ky kuptim, jo justifikimi i Olsit, absolutisht jo, por kuptimi i vetvetes, kishte qenë fillimi i diçkaje. Mirela i kishte propozuar një ushtrim. Shkruaj një letër, jo për ta dërguar, vetëm për veten. Shkruaj gjithçka që do doje ti kishe thënë. Gonxha kishte rezistuar fillimisht, nuk ishte nga ato njerëzit që shkruajnë ditar. Kishte pasur gjithmonë atë ndjesi se shkrimi duhej për njerëz të tjerë, jo për veten. Por kishte provuar. Kishte filluar t'i shkruante Olsit. Kishte filluar me zemërim, fjalë të ashpra, akuza, gjithë ato gjëra që nuk i kishte thënë kurrë me zë. Kishte shkruar me dorë, me stilolaps, jo në kompjuter, sepse Mirela kishte thënë se dora lidhet me emocionin ndryshe. Pastaj letra kishte ndryshuar kurs. Pas gjithë zemërimit kishte ardhur diçka tjetër, melankolia. Kishte shkruar rreth natës buzdetit, kishte shkruar rreth atij qirinji mbi tryezë, kishte shkruar rreth fustanit gështenj dhe mënyrës si ai i kishte mbajtur dorën. Dhe duke shkruar ato gjëra, kishte kuptuar, sakt, qartë, se kishte qenë dashuruar. Jo iluzion, jo naivitet banal, kishte qenë dashuruar me të gjithë veten. Dhe kjo dashuri kishte qenë e saj, kishte ekzistuar, ishte reale pavarësisht nëse tjetri kishte gënjur. Dashurinë e saj nuk mund ta merrte askush. Kishte mbaruar letrën me fjalët: "Shpresoj të jesh i lumtur ndonjëherë. Shpresoj vërtet, por nuk do të ketë asnjë vend për ty në jetën time." Kishte palosur letrën. Kishte ndjerë diçka si lehtësim, jo shërim i plot, por lehtësim real. Kishte qenë aty nga mesi i të 5 muaj, kur Gonxha kishte vënë re ndryshimin e parë real. Jo dramatik, gjërat reale nuk janë dramatike, por kishte qenë e martë në mëngjes, dhe Gonxha kishte ndezur radion ndërkohë po bënte kafe dhe kishte dëgjuar një këngë, njëra nga ato këngët vjetra shqipe që nëna i dëgjonte, dhe kishte qeshur. Jo me zë, vetëm me buzë, por kishte qeshur. Kishte kuptuar se nuk kishte qeshur prej javësh, dhe kjo qeshje e vogël, kjo gjë e imët dhe e parëndësishme në sipërfaqe, kishte ndjerë si frymëmarrja e parë pas shumë kohësh në ujë. Jo dalje e plot nga ujë, por frymëmarrje, ajër real, mundësia e mbijetesës. Kishte pirë kafen duke dëgjuar këngën deri në fund. Pastaj kishte hapur dritaren, diçka që nuk kishte bërë prej kohësh, sepse ajri jashtëm kishte ndjerë si shumë i madh, si shumë i hapur.
Kishte hyrë era e mëngjesit, dhe ajo kishte qëndruar aty me duart mbështetur mbi kornizën e dritares dhe kishte dëgjuar qytetin. Seanca me Mirelën atë javë kishte qenë tjetër nga të tjerat. Mirela kishte vënë re menjëherë, jo sepse Gonxha kishte ndryshuar shumë, por sepse psikologët e mirë shohin edhe ndryshimet e vogla. Si e kësaj jave, kishte pyetur. Pak më mirë, kishte thënë Gonxha, pastaj kishte shtuar, vërtet pak më mirë, jo thjesht si them. Mirela kishte buzëqeshur. E di, e shoh. Ato fjalë, e shoh, kishin pasur pesh, sepse të shihet nga dikush është diçka e thellë. Gonxha kishte qenë e padukshme kaq gjatë, jo fizikisht, por si njeri i brendshëm, dhe tani dikush e shihte. Gjërat e vogla kishin filluar të kumpuloheshin, jo si befasi, por si ndërtimi ngadalt, gur mbi gur. Kishte dalë me kolegen Herta për kafe, hera e parë pas muajsh që kishte pranuar ftojën e dikujt. Kishin qëndruar 2 orë duke folur rreth gjërave pa lidhje me dramën e Gonxhës, rreth filmave, rreth punës, rreth një restoranti të ri që kishte hapur pranë. Gonxha kishte dalë prej aty dhe kishte ndjer jo lumturi dramatike, por ajo gjendje bazike e qetë e dikujt që ka pasur një mbrëmje normale. Normale. Sa e rëndësishme ishte fjala normale kur e humbisje. Kishte filluar të gatuaj sërisht. Kjo mund të duket si detaj i vogël, por nuk ishte. Gjatë muajve të errët, Gonxha kishte ngrënë gjithçka e nxënë nga furra, ose kishte harruar të hante fare. Por një të shtunë, kishte hapur frigoriferin dhe kishte vendosur të bënte gjellën e nënës, atë tavë me mish dhe perime, atë recetë që e mësuar me sy pa e shkruar kurrë askund. Kishte qenë me sy mbyllur dhe nuk kishte dalë perfekte, pak e kripur, por kishte ngrënë me kënaqësi. Kishte ngrënë dhe kishte menduar se nëna do ta kishte bërë ndryshe dhe kishte buzëqeshur. Kishte telefonuar nënën pas darke. Si ishte? Kishte pyetur nëna, sepse Gonxha i kishte treguar se po gatuan atë gjellë. Ishte e kripur pak, kishte rrëfyer Gonxha. Nëna kishte qeshur, prandaj të kam thënë gjithmonë, pak krip fillimisht, mund të shtosh, nuk mund të heqësh. Gonxha kishte qeshur bashkë me të, dhe ato të qeshura nëpër telefon, vonë natën, kishin ndjerë si diçka shumë e çmuar. Procedura ligjore kishte qenë e ftohtë dhe burokratike, siç janë gjithmonë gjërat ligjore kur bëjnë me fundin e gjërave personale. Gonxha kishte shkuar tek avokati, e njëjta avokate që kishte ndihmuar me bashkimin familjar, ironia e hidhur, dhe kishte filluar procedurën e divorcit. Orsi nuk kishte reaguar me rezistencë të madhe, ndoshta sepse tashmë kishte marrë ç'kishte dashur, statusin kishte siguruar, procedura kishte ecur mjaftueshëm. Ndoshta sepse nuk ishte pasur asgjë reale për të mbrojtur. Gonxha kishte nënshkruar dokumentat me dorë të qetë. Avokate kishte vënë re qetësinë e saj. Shumë njerëz qajnë këtu, kishte thënë, jo si koment, por si vërejtje e thjeshtë. E di, kishte thënë Gonxha, unë kam qarë tjetër kund, kam mbaruar lotët për këtë. Kishte qenë e vërtet. Kur kishte dalë nga zyra e avokatit, kishte qenë ditë e bukur. Dielli pakth gjerman. Ai dielli të çmuar veror që çdo ditë me të duhet shijuar. Kishte rënë mbi rrugën e gurtë dhe kishte bërë gjithçka të duket sikur e kishte lar pak. Gonxha kishte ecur ngadalë. Kishte ndjer jo lirinë dramatike të filmave, jo ata moment kur muzika ngrihet dhe njeriu hap krahët drejt horizontit, por kishte ndjer diçka solide nën këmbët e saj. Tokën, stabilitetin e gjërave reale. Kishte bler bukë dhe djath nga dyqani i vogël shqiptar afër shtëpisë. Kishte gatuar darkën, kishte fjetur herët, dhe kishte ndjer lehtë rreth buzëve, diçka si paqe. Njeriu ndryshon, jo si metafora e bukur e fluturave dhe krisalidave, ndryshon në përdhimbje dhe konfuzion dhe ditë shumë të zakonshme pa asgjë epike brenda. Ndryshon pa e vënë re, dhe pastaj një ditë shikon mbrapa dhe kupton se nuk është e njëjta. Gonxha kishte filluar të shkruaj, jo letrat për Mirelën, ato kishin kryer funksionin e tyre, por shkrimet e lira, ato lloj shënimesh kur nuk e di mirë se çfarë po shkruan, por dora ecën. Ndonjëherë ishin ndjenja, ndonjëherë ishin pyetje pa përgjigje, ndonjëherë ishin vëzhgime të voge, si ra drita në mëngjes, si ndryshe ishte ngjyra e qiellit kur kishte lagështi. Kishte filluar të lexojë sërish. Librat, ata libra që kishte bler me optimizëm dhe kishte lënë në rafte pa hapur, kishin filluar të hapen. Romani i parë pas muajsh kishte marrë 3 javë për ta mbaruar, shumë ngadalë për dikë që dikur lexonte shpejt, por e kishte mbaruar. Dhe mbas mbylljes së faqes së fundit, kishte ndjer atë ndjenjen e bukur post-libër,
Ajo gjendje e ëmbël melankolie, kur lexuesi lë pas një botë tjetër dhe kthehet në të tijen. Kishte ndryshuar edhe marrëdhënia me vetveten, jo dramatikisht, por kishte filluar të bëjë gjëra të vogla vetëm për veten, pa arsye tjetër. Kishte bler lule dhe i kishte vënë mbi tryezën e kuzhinës. Kishte bler atë krem të shtrenjtë që kishte parë muaj më parë dhe nuk kishte bler sepse nuk e meritonte. E meritonte. E kishte kuptuar. Kishte filluar të vrapoj. Fillimisht pak, 5 minuta, 10, pastaj gjysmëore. Rrugët gjermane të mëngjesit herët kur ajri kishte atë pastërti të veçantë dhe ecaçakët kishin pak njerëz dhe çdo hap kishte tingulluar qartë mbi gur. Vrapimi kishte qenë meditativ. Trupi lëviz dhe mendja çlirohet, ose kështu i kishte dukur Gonxhis. Kishte vrapuar dhe kishte lënë mendimin të lëvizte pa drejtim, si re në erë. Kishte pasur ditë të vështira ende. Nuk kishte pretenduar se kishte shëruar krejt. Kishte ditë kur ngritej e rënd, kur çdo gjë kishte ndjer gri, kur nuk kishte guxuar të shikonte fotot e vjetra ose të dëgjonte disa këngë. Por ato ditë kishin bërë të rralla, dhe edhe kur vinin, Gonxhia kishte ditur tani, me atë njohuri të fituar në përmundim, se kalonin, se nuk ishin gjendje e përjetshme. Ishte rreth muajit të 6 kur lajmi erdhi. Nuk kishte ardhur nga Gonxhia, kishte ardhur nga Arianca, sërish Arianca, ajo nofull e njohurive, ajo vajze mirë me informacion të shumët. Gonxhe, e ke dëgjuar? Kishte filluar. Çfarë? Kishte pyetur Gonxhia, pa ankth të madh. Kishte mësuar të mos friksohej nga thirrjet e Ariancës. Rreth Olsit dhe Blerinës. Gonxhia kishte ndjera të shtypje të vogël, jo dhimbje, por mbetjet e asaj dhimbjeje, si shenja e plagës pas shërimit. Çfarë ndodhi? Gonxhe, Arianca kishte ndalur. Ata kanë ikur, janë larguar bashk dhe ka probleme serioze me dokumentat e Olsit. Duket se autoritetet kanë zbuluar diçka rreth martesës me ty. Dikush denoncoi. Gonxhia kishte heshtur. A ishe ti? Kishte pyetur Arianca me zë të butë. Jo, kishte thënë Gonxhia sinqerisht. Nuk isha unë. Dikush tjetër pra. Për Gonxhe, Olsi ka probleme serioze ligjore tani. Mund ta humbas statusin. Edhe Blerina ka probleme. Gjithçka ajo ndërtuan. Kishte bërë pauzë. Nuk kishte nevojë ta mbaronte fjalin. Gonxhia kishte dëgjuar dhe kishte ndjer diçka komplekse. Jo gëzim, jo hakmarrje, por diçka tjetër. Ishte ajo ndjenja kur kuptoni se bota ka llogaritë e saj, se kauzat kanë efekte, se nuk gjithmonë, por ndonjëherë gjërat shkojnë aty ku meritojnë. Nuk kishte festuar, nuk kishte thënë e merituan, edhe pse mund ta kishte thënë dhe do të kishte pasur të drejtë. Kishte thënë, e kuptoj. Pastaj kishte shtuar, shpresoj që kjo të jetë mësim për të gjithë. Kishte mbyllur telefonin. Kishte qëndruar pak në heshtje. Pastaj kishte ngritur dhe kishte shkuar të vraponte. 6 muaj. Kishte menduar ndonjëherë se 6 muaj ishin shumë pak për të kaluar në për ato që kishte kaluar. Ndonjëherë kishte menduar se ishin shumë. Koha është relative. Zgjahet kur vuani, ngushtohet kur jeni lumtur. Gonxha kishte ndryshuar. Kjo nuk ishte retorik motivuese, ishte konstatim i ftokt dhe real. Njeriu që hynte në ordinancën e Mirelës muajin e parë nuk ishte e njëjta me atë që doli muajin e 5, jo sepse kishte bërë diçka epike, por sepse kishte duruar, kishte qëndruar, kishte zgjedhur çdo ditë të ngrihet dhe të vazhdonte. Kishte mësuar gjëra rreth vetes që nuk i kishte ditur. Kishte mësuar se vetmia e saj kishte qenë e thellë dhe e vjetër, shumë para Olsit, shumë para Gjermanisë. Kishte lindur ndoshta atëherë kur si fëmijë ndihej ndryshe nga të tjerët, kur dëshironte gjëra shumë herë, por nuk guxonte t'i thoshte. Ajo vetmi kishte bërë që çdo njeri që i ofronte ngrohtësi të bëhej tejet i rëndësishëm menjëherë, shumë i rëndësishëm, shumë shpejt. Kishte mësuar se besimi, kur jepet pa kufi dhe pa prova, nuk është virtyt, është cënueshmëri e pambrojtur, dhe cënueshmëria pa asnjë mbrojtje nuk është guxim. Është dhënia e vetes dikujt pa pyetur nëse ky dikush e meriton. Kishte mësuar edhe gjëra të bukura rreth vetes. Kishte mësuar se ishte e fortë, jo me forcinë e njerëzve të ashpër, por me forcinë e njerëzve që thyhen dhe ngjiten sërish. Kishte mësuar se kishte burime brenda vetes, durimi, inteligjenca, aftësia për të reflektuar, që ekzistonin edhe kur gjithçka jashtë ishte e errët. Kishte mësuar se meritonte dashuri, jo çfarëdo dashurie, dashuri të vërtetë.
Seanca e fundit me Mirelën kishte qenë e qetë. Kishin biseduar rreth asaj ku ndodhej Gonxha tani, jo si diagnozë, por si vëzhgim bashk. Mirela kishte thënë se kishte bërë punë shumë të madhe. Kishte thënë me kujdes, jo për ta lëvduar tepërt, por si të vërtet profesionale. A ke diçka tjetër për të thënë? Kishte pyetur Mirela, para se të mbarojnë për sot. Gonxha kishte menduar. Dua të shkruaj sërish. Kujt? Vetes, por versionit të vjetër të Mias. Mirela kishte buzëqeshur. Bëje. Atë mbrëmje, Gonxha kishte ulur dhe kishte shkruar. Kishte shkruar vetes, asaj Gonxhës me fustanin gështenj, me sytë ngrohtë, me zemrën e madhe që nuk dinte ende ku po shkonte. Gonxhe e dashur, di se je e lumtur tani, di se besoni, di se zemra jote është e hapur si dritare pranë detit dhe ajri i ngrohtë hyn i lirë. Nuk do të tregoj se mos dil, nuk do të tregoj se mbyll zemrën, sepse ajo hapurësia jote është gjëja më e çmuar që ke. Por do të tregoj këtë. Kur zemra jote ndihet shumë e plot, shumë shpejt, ndalu një çast, vetëm një çast, dhe pyet veten, jo a e dua, sepse dashurinë ndjejmë, nuk e argumentojmë, por pyet, a jam e parë? A shikon ai mua vërtet me historinë time dhe me frikrat dhe me ëndrat, apo shikon diçka tjetër, diçka që ka nevojë dhe e ka projektuar mbi mua? Nëse nuk mund ta përgjigjesh, prit, koha tregon, koha gjithmonë tregon. Dhe nëse të ndodh diçka e dhimbshme, dhe ndodh, sepse jeta është e tillë, di se nuk do të thyesh, do të krisesh, mund të krisesh shumë, por nën kresuritjet do të gjesh diçka tjetër, diçka shumë më të forta se çfarë kishte para. Ti je Gonxha, emri yt ka histori të vjetër, ka ngrohtësi, ka kuptim. Mos e harro kurrë. Me dashuri ti, vet. Kjo është gjëja që la të gjithë pa fjalë. Jo fakti që Olsi pati probleme ligjore, kjo ishte drejtësia e ftohtë e sistemit, e rëndësishme por jo e papritur. Jo fakti që Blerina dhe Olsi kishin dalë me plan të destinuar të dështoj. Planifikimet e ndërtuar mbi gënjeshtër kanë themele të dobta. Ajo që la të gjithë pa fjalë ishte Gonxha vet, sepse ata të gjithë, njohësit, fqinjët, miqt, edhe ata që kishin thënë si nuk kuptoi, kishin pritur diçka tjetër. Kishin pritur histori të tmerrit dhe turpit, kishin pritur dikë që zhduket ose dikë që shpërthen ose dikë që mbyllet përgjithmonë. Nuk kishin pritur Gonxhën që shfaqet 6 muaj pas me sy të ngrohtë, jo të njëjtit sy si para, por të ngrohtë me mënyrën tjetër, me mënyrën e dikujt që ka parë thellësinë dhe ka zgjedhur të ngrihet. Nuk kishin pritur Gonxhën që flet rreth përvojës së saj pa turp dhe pa histrionik, me qetësinë e dikujt që e ka procesuar, jo e dikujt që e ka fshehur. Nuk kishin pritur Gonxhën që kur pyetej si je, thoshte jam mirë dhe ishte e vërtet. Kishte shkuar në Shqipëri pas 6 muajsh, e para që kishte premtuar vetes se nuk do ta bënte, por kishte ndryshuar mendim. Kishte kuptuar se skenat e dhimbshme nuk bëhen më të pak reale duke i shmangur, bëhen fantazma, dhe Gonxha nuk donte të jetonin me fantazma. Kishte ecur në për ato rrugë, kishte kaluar pranë kafenes ku kishte takuar Olsin për herë të parë, kishte qëndruar aty për një çast dhe kishte parë, thjesht parë me qetësi, kishte parë çifte të reja, kishte parë njerëz duke qeshur, kishte parë jetën e zakonshme vazhdonte e paditur. Dhe kishte ndjekur diçka e çuditshme. Nuk kishte ndjer asgjë dramatike. Kishte ndjer thjesht distancë. Atë distancën e qetë dhe e shëndetshme mes të tanishmes dhe të shkuarës. Ajo distancë që tregon se e kaluara nuk ka më gjymshëm mbi ty. Kishte pirë kafe. I kishte rrjedhur pa klot. Jo nga dhimbja, por nga ajo lloj emocioni i qetë i dikujt që e kupton se ka kaluar në për diçka të madhe dhe ka dalë në anën tjetër. Pastaj kishte paguar kafen. Kishte ngritur. Kishte ecur drejt detit, sepse deti gjithmonë kishte ndjerë si shtëpi, pavarësisht gjithçkaje. Kishte qëndruar aty me erën mbi fytyrë dhe kishte marrë frymë thellë. Erë kripe dhe ngrohtësi dhe diçka tjetër që nuk ka emër. Shtëpi. Ajo që Gonxha nuk tregon shpesh, por ndonjëherë me njerëzit e duhur e tregon, është se gjëja më e vështirë nuk kishte qenë të zbulonte gënjeshtrën. Kishte qenë diçka tjetër. Kishte qenë momenti kur kishte kuptuar se mund ta kishte dashuruar Olsin me gjithë zemër dhe ai mund ta kishte shfrytzuar me gjithë mendjen,
dhe të dyja gjërat mund të ishin të vërteta njëkohësisht, se dashurinë e saj e kishte ndier ajo, se dashurinë e saj e kishte jetuar ajo, se pavarësisht çfarë kishte qenë ai, ajo kishte qenë reale. Dhe kjo njohje, kishte qenë çelësi i gjithë shërimit. Sepse kur e kuptoi edhe diçka tjetër. Nuk kishte asgjë për të turpëruar. Kishte dashuruar. Kjo nuk ishte gabim. Kjo kishte qenë dinjitet njerëzor. Gabim kishte qenë i tij. Ai I kishte shfrytzuar dashurinë e saj si kapital. Dhe kjo tregonte diçka rreth tij, jo rreth saj. Tani, me distancën e kohës, Gonxha sheh portretin e plot. Sheh vajzën me fustanin gështenj dhe buzëqeshin e lirë dhe zemrën e hapur. Sheh muajt e errët, ato mbrëmje me tavanin dhe çajin e ftohtë. Sheh seancat me Mirelën, letrat e shkruara, orët e vrapimit në mëngjes. Sheh ditën kur kanë nënshkruar divorcin me dorë të qetë. Sheh momentet e vogla kur ka qeshur sërish, fillimisht rrallë, pastaj gjithnjë më shpesh. Dhe sheh diçka që nuk kishte pritur, se gjatë gjithë asaj rruge, gjatë gjithë asaj dhimbjeje dhe izolimit dhe shembjes dhe ringritjes, kishte zbuluar veten, jo versionin e saj si reflektimi I synimeve të dikujt tjetër, veten e vërtet, me mangësit, me fuqit, me ata nevojat e vjetra që duhej të adresoheshin, me ata bukuritë e brendshme që kishin ekzistuar gjithmonë, por I kishte dëshiruar t'i shihte dikush tjetër para se t'i shihte vet. Ka mësuar se njeriu nuk duhet të presë një tjetër për ta parë të vlefshëm. Njeriu duhet të fillojë nga vetja. Gonxha tani jeton, jo si metaforë, jeton si fakt. Ngrihet çdo mëngjes dhe ka diçka brenda që nuk ka pasur përpara. Jo gëzim I tepruar, jo optimizëm I pakushtëzuar, por diçka shumë më e çmueshme, paqe me veten. Qetësi e bazuar jo në mungesë të dhimbjes, por në besimin e saj te vetja. Ka ende ditë të vështira, ka ende momente kur vetmia e prek, ka ende ato orë kur nata bëhet shumë e gjatë. Por tani, kur vin ato ditë, Gonxha nuk trembetet. I pret si miq të vjetër të pakëndshëm që vizitojnë por nuk qëndrojnë. Sepse tani di se qëndron ajo, jo ai, jo imagjinata e dikujt tjetër për atë. Ajo, Gonxha. Dhe nëse ndonjëherë e pyet dikush, si kalove në për të gjitha ato, ajo I përgjigjet me thjeshtësi. Ngadalë, ditë pas dite, dhe u zgjova çdo mëngjes. Kaq, mjafton. Nëse kjo histori të preku, nëse e njohe veten ose dikë të dashur në faqet e saj, shkruaj poshtë. Gonxha nuk është vetëm, dhe as ti.